Në vitin që lan pas, Merimanga në Tetov ka marrë dhe transportuar gjithsej 224 vetura të keq parkuara, ndërsa në vitin 2012 gjithsej janë marrë 2 fish më shumë vetura, gjithësisht 463. Veturat janë transportuar në lokacione përkatëse, përderisa vozicit janë përballur me sanksione ligjore, gjithësisht me dënime prej 30 deri 250 euro, varësisht prej ku janë transportuar veturat. Më së shumti në këtë periudhë kohore janë marrë vetura nga rrugët Ilindeni, Marshall Tito, Jane Sandanski, Blagoja Toska dhe në rrugët rreth tregut të Gjelbërt në Tetov. Sipas analizave dhe vlerësimeve të sektorit për punë të brendshme Tetov, një Merimang që gati një kohë të gjatë nuk funksionon, është e pamjaftueshme në krahasim me numrin e madh të veturave, por duke pasur parasysh edhe mospasjen e vend parkimeve apo hapësirat e papërshtatshme për parkim në qytet. Përveç kësaj në Tetov çdo ditë vijnë vetura nga jashtë për arsye të ndryshme, si për shembull tregtare, arsimore, sportive e të tjerë. Sa për lustrim, numri i fundit të regjistrimit të veturave në këtë zonë arrin 35.000. Nëse këtij numri i shtojmë edhe veturat e paregjistruara dhe ato që vijnë nga jashtë, atëherë problemi me parkimin është edhe më i madh dhe më serioz. Stacioni policor për siguri në komunikacionin rrugor në Tetov vazhdimisht marrin masa për të vendosur një rend me parkimin në qytet dhe të veprojnë në bazë të kompetencave të saj ligjore. Në këtë drejtim do të vijojnë aktivitetet e saj gjatë këtij viti, sepse për shkak të automjeteve të parkuara në mënyrë të paligjshme, këmbësorët dhe vozicit e biçikletave e kanë të detyruar të lëvizin nëpër rrugë dhe të ballafaqohen drejt për drejt me rrezikun. Vitin e kaluar në Tetov dhe rrethin 48 këmbësorë dhe 31 motociklist kanë qenë pjesëmarrës në aksidente trafiku. Me çast ky numër shqetësues shton nevojën për zgjidhje të shpejtë dhe efikase me parkimin në Tetov. Megjithatë, nga komuna e Tetovës bëjnë të ditur se Merimanga më shumë është në defekt se sa në gjendje të rregullt. Kemi një automjet të Merimangës dhe ajo më shumë është në defekt se sa në gjendje të rregullt teknike. Kapacitete për blerje të re të automjetit të makinës nuk ka, kurse me një automjet gjysmë të rregullt shumë pak mund të veprohet në terren, thot Hisen Demiri, udhëheqës i sektorit për rrugë dhe komunikacion në komunën e Tetovës.